Viva el presidente Berisha. Roft kryetari Berisha Albania. dhe roft Shqipëria. Muchas gracias. Eurodeputeti i Partisë Popullore Europiane Antonio Lopez Isturiz White mori pjesë në takimin e Sali Berishës me gratë dhe vajzën në Tiranë, duke dhënë një fjalim në mbështetje të opozitës për zgjedhjet e 11 majit. Ai vlerësoi rolin e grave në shoqëri si të mençurat dhe larg pamëse se sa burrat, duke theksuar rëndësinë e tyre për brezat e ardhshëm. Lopez Isturiz kritikoi socialistët në Shqipëri, Spanjë dhe Kroasi për mungesën e reformave dhe hipokrizinë politike, duke akuzuar ata për dështim në promovimin e grave në pozita të rëndësishme në Parlamentin Evropian. Ai tha se qeveria shqiptare nuk garanton zgjedhje të lira dhe paralajmëroi kredencialeve të rreme europiane, duke shtuar se problemet nuk vijnë nga qytetarët shqiptar, por nga qeveria e tyre. Ai solli shembuj nga Kroacia dhe Spanja për të treguar hipokrizinë socialiste, duke theksuar se ndryshimi është i mundur. Sipas tij, fitoria ndaj socialistëve është pranë, pasi numri i qeverive socialiste në Europë është gjithnjë në rënje. Në përfundim, Antonio Lopez thoi Berishën të marrë pjesë në Kongresin e Partisë Popullore në Valencia dhe inkurajoi të pranishmit të mos dorëzohen, duke i quajtur luftën e tyre thelbësore për të ardhmen e Shqipërisë.